Një video e publikuar nga brenda ambienteve të burgut të Durrësit ka vënë në lëvizje drejtorinë e burgjeve, duke transferuar disa të burgosur. Mes personave të shfaqur në video dyshohet se po festonte brenda qelisë edhe Lulzim Berisha, ndaj kreu i bandës së Durrësit është transferuar pak ditë më parë në burgun e sigurisë së lartë në Peqin. Top News mëson se në total pritet transferimi 19 të burgosurve nga Durrësi në burgje të tjera të sigurisë më të lartë, persona të cilët janë shfaqur në videon që doli nga burgu. Ndërkohë, Durim Bami nga paraburgimi Fushkrujës u transferua po në Peqin, pak javë pasi drejtoria e përgjithshme e burgjeve kishte pranuar kërkesën e tij për t'u zhvendosur nga burgu 313 në Tiranë drejt atij të Fushkrujës. Pas ekstradimit në fund të muajit shkurt, Bami kishte kërkuar zhvendosjen duke argumentuar se në burgun 313 i rrezikohej jeta. Bami nxirret në oraret e ajrimit vetëm dhe i pashoqëruar nga të tjerët. Sipas një vëzhgimi të Top News, në vetëm 20 ditët e fundit prej 1 majit, 14 kontrolle të befasishme janë ushtruar me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve Adriatik Kupi, ku janë gjetur disa aparate celulare dhe sende të tjera të paligjshme.